Keni sobë me dru ose oxhak në shtëpi. Kujdes, ja çfarë mund të ndodhë. Sipas një studimi amerikan, përdorimi i sobës me dru ose oxhakut rrit me 43% rrezikun e zhvillimit të problemeve të mushkërive tek gratë, krahasuar me ato që nuk i përdorin ngrohjen me dru. Studimi zbuloi se njerëzit që qëndrojnë në dhe përdorin ngrohje me dru më shumë se 30 ditë në vit kishin 68% arritje të rrezikut të zhvillimit të problemeve të mushkërive, krahasuar me njerëzit e tjerë. Rezultatet vijnë nga Sister Study, studimi i motrave, i cili gjurmoi për 11 vite më shumë se 50.000 gra amerikane që kishin motrat e tyre me probleme të gjirit. Sister Study u krijuar për të kuptuar më mirë faktorët e rrezikut gjenetik dhe mjedisor për problemet e gjirit, por ai gjithashtu analizoi edhe faktorët e tjerë, citoi doktoresh Suril Mehta nga Instituti i Shkencave të Shëndetit Mjekësor në SBA, ku ekspertja theksoi se përdorimi i sobës me dru mund të ndikojë negativisht në ngrohjen tuaj.